Procedura e dytë për përzgjedhjen e investitorit për ndërtimin e portit të Porto Romanos nuk ka përfunduar me sukses, pasi kompania e renditur fituese nuk arriti të sigurojë finansimin e nevojshëm për realizimin e projektit. Gjatë një konferencë shtypi, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakashi, ka deklaruar se operatori ekonomik kishte njoftuar zyrtarisht autoritetin portuar të Durrësit se nuk ishte në gjendje të paraqiste marrëveshjen financiare të kërkuar, duke argumentuar se rritja e kostove të projektit kishte vështirësuar sigurimin e fondeve. Ministri theksoi se qeveria mbetet angazhuar për realizimin e këtij investimi strategjik, duke konsideruar portin e Porto Romanos një hall kyçe për zhvillimin e transportit dhe logjistikës në vend. Sipas tij, projekti ka rëndësi të veçantë edhe në kuadër të korridorit të 8, si dhe për interesat e aleancës së NATO-s në rajon. Karakashi bën me dije se po shqyrton alternativa të ndryshme për të çuar përpara projektin dhe se institucionet përgjegjëse janë në konsultime të vazhdueshme me kompaninë konsulente Royal Haskoning DV, e specializuar në projekte procedurale ndërkombëtare. Ai siguroi se sapo të përfundojë analiza e opsioneve dhe të merret një vendim për mekanizmin e ri të zbatimit, publiku do të informohet mbi hapat e ardhshme për realizimin e portit të Porto Romanos.